Whenever I'm down, I call on you, my friend, a helping hand you lend. Është i vetmi ambient ku Rosela Gjylbeku gjen qetësinë pas një dite të lodhshme me punë dhe studime. Ky vend i kujton këngëtares 22 vjeçare shkodrën e saj të dashur që e la para 5 vitesh për të vazhduar karrierën e saj në Tiranë. Këtë mbrëmje Rosela ka vendosur të shpenzojë disa energji. Në shoqërinë e dy mikeve shkodrane, këngëtarja simpatike kërkon të shkarkojë gjithë lodhjen e ditës vetëm në pak minuta ping-pong apo futboll. Por loja nuk zgjat shumë. Tre miket preferojnë të flasin për ndodhite e javës, madje duke na rrëfyer edhe ne pak nga personaliteti vajzës simpatike. Edith Pazani dhe Ariola Mamudaj ndajnë të njëjtin vlerësim për miqen e tyre. Rosela është një person shumë i qetë si natyrë, shumë e ndjeshme, shumë njeri i fortë në karakter dhe shumë e drejtë. Po është shumë këmbgulse. Nuk është ndërthuar me karakter të fortë, me vlerë pozitive. Pasi vlerësohet me çmimin e tretë në edicionin e parë të Eset e së premtes mbrëma, vajza shkodrane në ato kohë vetëm 15 vjeç, nisë shfaqjet në disa festivale e spektakle ku nuk kanë munguar as trofet. Nuk mungojnë asnjëherë ato mendimet tona, ato sugjerimet, këshillat, gjithmonë në bashkëpunim edhe me ide që ka ose ndërthurje, por veçanërisht më shumë për lukun, për prezantimet, për mënyrën e paraqitjes skenike e tjera. Më pëlqen sepse gjithmonë kërkon perfeksionin tek karriera, tek kënga, tek produkti që ajo sjell për njerëzit, në këtë rast publikun. Më pëlqen nga njëra anë sepse bën gjërat ndryshe, nuk janë një lloj gjërat, këngët, tekstet. Rosela vetë nuk është njësoj. Tjetërsohet me një këngë, bëhet më këmbgulse për tjetrën. Aktualisht, Rosela Gjylbeku punon në administratër shtetërore dhe studion për master në fushën e të drejtave gjinore. Për asnjë çast, ajo, admiruese e baletit dhe sporteve të ndryshme, nuk e lë pas dore pasionin e saj, muzikën.